Deputeti i cili shkon dhe merr votën dhe përballet me qytetarët, nesër ka dhe fuqinë e tij në parlament për të ngritur zërin dhe për t'i mbrojtur ata. Por çfarë ndodh me deputetët e zgjedhur nga lista e mbyllur? Do ngren dorën sa herë thot kryetari. Sepse ai e thon në mënyrë popullore, nuk ja ka nderin qytetarëve që votuan, po ja ka nderin kryetarit që e vendosin në listë. Pra që në këtë moment, të dy këto subjekte, me mbylljen e listave dhe me këto ndryshime që i bën Kodi Zgjedhor, çdo ofertë që mund i paraqesin sot qytetarëve nuk është e sinqertë. Kush janë emrat që ata propozojnë që do shkojnë? Prap ne po diskutojmë drejtuesit e qarqeve, po diskutojmë prap deputetët të cilët janë të vjetër në parti, dhe si do matet pesha specifike se cilit prej tyre ka shi qytetarëve, po si do matet puna që ata kanë bërë gjithë këto vite, nëse kanë performuar ashtu siç duhet ose jo. Gara e tregon rezultatin. Në qoftë se ti ke performuar mirë, atëherë shko dhe përballu me qytetarët, merr votën dhe shko përfaqësoj. Në këtë mënyrë ne po na humbet përfaqësimi, po humbet edhe vetë kuptimi i institutit të përfaqësimit të qytetarëve nëpërmjet deputetit që ata përcaktojnë atje për të bërë ligjet.